Përshëndetje, të nderuar delegat. Mjek kirurg shqiptar nga e gjithë bota janë mbledhur në Tiranë me synimin e krijimit të Kolegjit Pan-Shqiptar, një organizëm që synon krijimin e urave të bashkëpunimit për të ndarë dije dhe përvoja, si dhe për të ngritur standardet në këtë fushë të rëndësishme të mjekësisë. Kolegji Pan-Shqiptar i kirurgëve do të jetë zani ynë i përbashkët për standardet më të larta kirurgjikale, për edukimin e vazhdueshëm, për kërkimin shkencor serioz dhe për një qasje më të mirë kirurgjikale ndaj pacientëve tanë. Pacientëve tanë shqiptar, jo shqiptar, pa dallim kufiri gjeografik apo politik. Ne jemi mbledhur këtu jo vetëm si kirurg individual shqiptar nga vende të ndryshme të botës, por si një forcë e bashkuar dhe përkushtuar për të avancuar kirurgjinë, sigurinë e pacientëve dhe shkencën kirurgjike. Në këtë takim themelues që do të zgjasë 2 ditë më 6 e 7 shkurt, po marrin pjesë edhe zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, ministrat e shëndetësisë të Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, rektori i Universitetit të Mjekësisë në Tiranë, si dhe personalitete të fushës së kirurgjisë. Tani me doktor Daud Gjonin, antar i